nderuar kryesues Halidi, të nderuar kolegë deputet, qytetar të Republikës së Kosovës. Fjalimin tim duhet ta ndaj në dy kapituj, në dy fusha. Është mirë që sot po debatohet për migrimin ilegal, dukuri kjo e cila vërtet është shqetësuese dhe nuk i ka fillet në ditët e sodit. Domethënë nuk është përgjegjësi e qeverisjes aktuale, kjo dukuri është e akumuluar tani e 15 vite. Domethënë situata cilën ne po kalojmë tani është situatë cilës ne i kemi kontribuar tani e 15 vite. Përgjegjësia na takon gjithë neve. Domethënë qoftë ne si përfaqësues politik grupeve të caktuara që kemi vepruar në kuadër sistemit ton politik, si duket nuk e kemi kryer punën tonë e cila për cilën edhe jemi thirrur. Kjo dukuri u pa që u debatu gjatë gjithë kohës edhe vërtet është bërë një debat i mirë ku edhe pozita dhe opozita nuk domethënë e panë si shqetësim edhe panë që shteti duhet të ndërhyjë këtë situatë dhe në asnjë mënyrë nuk po mendoj që kjo situatë duhet me u politizuar dhe me fitu poena politik, po mendoj që gjitha forcat politike me u tubu edhe me mujtë që këtë dukuri shumë negative e cila veç po dëmton imazhin e Kosovës me u tubu edhe me pas mundësi që me parandalu këtë situatë. Dola para kësaj foltore këtu ku para 5 muajve kam dalë po ashtu, ndoshta jam prej të parëve që unë kam nisë këtë temë, ku kam qenë ndoshta njëri prej më të prekurve, ku e dini që komuniteti egjiptian ka qenë prej të parëve që ka fillu të alçoj Kosovën, dhe nuk pati asnjë reagim as zyrtar, as nga pozita, as nga opozita asaj kohe, as nga zyrtarët ndërkombëtar, as nga forca tjera, qoftë politike, qoftë jo politike, për shkak që u konsideru që është ka bëhet veprim i caktuar politik, ose është deklarat ku e dione ma e ran politike, mirë po tani ma u kuptu që pasi që dolen rreth 20.000 qytetar të Republikës Kosovës, veç u dash që debatohet edhe të bëhet kjo punë e madhe. Ka qëndash që ky debat që po zhvillohet sot, zhvillohet ndoshta para 4-5 muajve. E jo që qytetarët e Kosovës mbi bazën e propagandës, e cila vërtet ka qenë propagandë jo e mirë, vërtet ka qenë propagandë jo reale, thuhet që dilni sepse atje është një jetë, ju pret një jetë më mirë, dilni se atje është ju pret një azyl i pranueshëm, keni me pas mundësi punësimi e tjerë. Kjo nuk u bë me kohë. Domthonë u bë masi që fillun masi shkon rreth 20.000 qytetar, edhe mas krejt kësaj periudhe, për krejt këtë periudhë kohore, domethënë tash është pak vonë. Domethënë tash është vonë dhe ideja e kësaj është se çysh ta menaxhojmë situatën tash e tutje. Me kohë ka qëndash të reagohet edhe faktori ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, sepse vatra migrimit ilegal ka qenë një shtet i cili është evropian, është shteti i Bashkimit Evropian dhe ka qenë Hungaria. Dhe botërisht është ditë si vatër e hyrjes në këtë shtet, edhe asnjëherë sot e tutje nuk mund me kuptu se si ka mundësi për 10 muaj me radhë, domethënë të kalojnë njerëz as haptas, as lirshëm, saqë mos ketë asnjë reagim qoftë vendor, qoftë evropian apo edhe me tutje. Manipulohet gjithherë se kush ke shkaku, kush e bëri këtë punë, kush ndikoi, kush i zhvilloi këto politika. Përmendëm edhe Shtetet Bashkimit Evropian. Kishte më qenë shumë mirë që dilet me një analizë të besueshme, edhe vërtet teksohen cilat ishin arsyet kryesore që populli i Kosovës migroi në atë formë aq lehtë, saqë më lehtë kanë rrinë në Shtetet Bashkimit Evropian në këtë rrugë përmes Hungarisë, se sa që kanë shku njerëz që kanë edhe pasaporta në shtetësi gjermane. Dikush ka përfituar gjatë gjithë këtij procesi. Sigurisht se kishte njerëz të cilët e menaxhuan as mirë këtë situatë, saqë dikush edhe u pasuru shteti serb, u pasuru njerëz të cilët vepruan atje as mirë, domthonë kishte mundësi shumë të mira që njerëz përfitojnë prej këtij procesi. Edhe sigurisht se diku i pengon dhe gjithë ky proces që të ndalojë, edhe sot mos ta kemi këtë situatë mbi 20.000 banorë të larguar nga Kosova. Kemi përgjegjësi të jashtëzakonshme gjithë ne. Unë i takoj komunitetit egjiptian dhe përfaqësoj aktualisht komunitetin egjiptian, edhe komuniteti egjiptian doli prej të parëve për shkak që nuk e pati një përfaqësim që duhet. Po ashtu edhe ajo Shkali, ku sot arsyet të cilat përmendën, skema sociale, papunësia, gjitha këto kanë qenë obligimi joni që ne t'i mbrojmë. Ekzistojnë ligje jashtëzakonisht mira, por ka qenë dashur këto t'i mbrojmë edhe këto t'i implementojmë edhe të kërkojmë patjetër që ne t'jemi pjesë e barabartë e gjithë shoqënisë. Unë po rekomandoj që
po flasim për gjithësi, që me qenë se ka kalu gjithë ky proces, të mos bëhen veprimet ngutshme në menaxhimin e kësaj situate. Po du me thonë që nuk ishtë dashur që të ndërmerren veprime ose të pranohen shumë lehtë kthimi i këtyre njerëzve, për shkak që kanë dalë shumë vonë, edhe si do ta menaxhojmë në situatën në rast që kjo bëhet me një formë të pa organizuar të kthimit tyne edhe pa një qëndrueshmëri ekonomike. Të bëhet ndalimi menjëhershëm i kësaj dukurie, sigurisht që duke kërkuar mbështetjen e Bashkimit Evropian. Është përgjegjësi edhe është detyrë e vendeve evropiane që këtë vatër të largimit edhe këtë mundësi hyrje me një kufi i cili është jo logjik, ta ndalojnë edhe besoj që kjo do të mund të bëhet në natë, pa pikë problemi. Po e shoh sot në media që ministri veç ka vizituar shtetin hungares, nuk ka ndodhur kjo deri tash nga ndonjë zyrtar, është veprim vërtet i mirë, edhe me këtë situatë veç Kosova po i merr veprimet e para, po i merr hapat e parë drejt kontrollit kësaj situate. Jemi dëshmitar të asaj që ka pas njerëz që kanë jetuar jashtëzakonisht keq, ka pas njerëz që janë trajtuar jo si qenie njerëzore, po edhe si raste shumë trana. E me këtë rast është një veprim i mirë i cili duhet përsëritet edhe ky proces qoftë nga ambasada të jetë i kontrolluar se si po trajtohet populli i Kosovës nëpër kampet hungareze. Kishte më qenë mirë që nxirren statistika të besueshme dhe zyrtare. Gjithmonë po flitet që numër jashtëzakonisht i madh, fliten shifra të cilat vërtet nuk janë edhe shumë besueshme. Kisha dashur qeveria e Republikës Kosovës të organizojë mekanizma qoftë institucional, qoftë institutet besueshme të cilët kanë me dalë me statistika edhe kanë me tregu drejt se cili është numri i vërtet i dalunit i banorëve që kanë dalë e kanë shuar Kosovën. Kisha kërkuar që bëhet negocimi me Bashkimin Evropian, që mos bëhet kthimi të shpërngulurve të paktën të organizuar të paktën edhe për 3 vite të ardhshme, në mënyrë që situata ekonomike dhe pozita e popullit të Kosovës në përgjithësi të ndryshojë për të mirë, edhe mos kthehen edhe më të varfër se sa kanë shku. Sigurisht që këto njerëz u tha kanë dalë edhe doktor, kanë dalë edhe njerëz eksperta, cilët me siguri që kanë mundësi me hyrë në punë shtetet e Bashkimit Evropian, edhe ndoshta ka prej tyre që kanë mundësi edhe me fitu edhe mundësi punësimi, edhe për vetë faktin që ata mundën me kanë taf me menaxhu një punë ose me kanë sukses me një punë të caktuar. Kisha kërkuar që të krijohen kushte ligjore dhe mbrojtje institucionale që më tepër po i referohen në implementim të ligjeve. Domethënë, grupet caktuar në Kosovë kishte më qenë mirë që trajtohen edhe të implementohen ligji ashtu si thuhet decisivisht dhe jo me ndarje sipas çështjeve të caktuara dhe interesave të caktuara. Po vërtet këtë implementim ligjor ashtu siç precizohet. U tha edhe këtu më herët, një prej shkaqeve është edhe ligji për skemet sociale. Shumica, pjesa më e madhe këtyre banorëve që kanë dalë prej Kosovë janë kushte të rënda ekonomike. Sigurisht nëse s'ka mundësi punësimi për këta banorë, atëherë shteti ishte dashur me u kujdesë me pas një mirëqenie sociale dhe të kenë mundësi që këta të mbështeten prej shtetit, të paktën ta kenë mundësi ekzistence. Ligji është shumë diskriminues, u tha sa që çdo ditë përjashtohen familje nga skema sociale, edhe sigurisht që nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç se të migrohet apo edhe të bëhen veprime të cilat mundën me kanë të paligjshme për Kosovën. Krijimi i vendeve të punës, u tha të paktën të ketë mundësi punësimi selektohen ose të ketë mundësi punësimi që të paktën një antar i familjes të jetë i barabartë, po jo 5 me një familje dhe asnjë nga familjet e tjera. Përgjithësi është edhe sektorit publik, kishte më qenë mirë që të jetë ministri Jak Xhellar këtu, ku përgjithësia së cilit është implementimi i ligjit për shërbysit civil, ku pjesën më të madhe të ligjit ai ishte dashur me implementu, edhe nga këtu rekomandoj që të shiqohet me pikmëri se sa po ka mundësi. Po ashtu edhe sektori privat e ka një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe, edhe të merr kuadra, të merr vlera të cilat kanë mundësi me ndihmu këtë proces. Hartimi një strategjie të qëndrueshme e cila krijon stabilitet për kthyerit dhe afatgjate. Do të thonë kërkohet një qëndrueshmëri, kërkohet që këta të kthyer, të cilët mendojnë edhe duhet kthehen në Kosovë, mos kthehen derisa ne nuk e kemi një strategji të re, e cila ka me analizuar shumë mirë çështjen, edhe kthimi nuk ka mundësi me bë pa dalë me rekomandime, të cilat kanë me kriju një qëndrueshmëri. Fola në përgjithësi, ndërsa në specifik shumë shkurt do të mundohem që paraqes rekomandimet të cilat janë specifike për komunitetin egjiptian dhe Ashkali, ku ne e përfaqësojmë veç këtu në kuvend dhe i kanë sigurisht që i kanë specifikat e veta. Po shton sa herë për njerëzve të caktuar që këto komunitete janë shumë mirë të integruara, sidomos në kuvendin e Republikës Kosovës kanë vende të garantuara.
Faleminderit. Nëse do me përmbyll, të jep edhe një gjysmë minuti. Edhe një gjysmë minuti deputetit. Sigurisht, me qenë se kalova kohën e limituar, atëherë unë do të rekomandoj që për këto komunitetet ketë kujdes shtuar, dijen botërisht të cilat janë mundësitë, të cilat janë arsyet e emigrimit edhe kushtet e tyre ekonomike, të kenë kujdes, trajtohen këta që jetojnë në Kosovë dhe kanë vendosur të jetojnë në Kosovë, që mundësohet që ta kenë një jetë më të mirë, në anën tjetër ata që kanë dalë, kanë shu Kosovën, të mos kthehen derisa të krijon kushtet për një jetesë më të mirë. Edhe një herë faleminderit shumë. Faleminderit.